mos shkrimi jon, apo dikush që mendon se na nuk kena shkruajt me emër tjetër kujt ose pse po friksohemi prej tagutave, këta le ta harrën. Për mi avhek ato bubat në krye që i kanë ata dhe hoxhallarët e vetë, të cilët flasin këtë, ne po i kallzojmë këto se ne bëjmë tekfir tawagit, tagutat. Dhe nuk diskutojnë në këtë çështje. Dhe na nuk e mshefim këtë, qofshin të krahut luftës apo të krahut tjetër, liberal. Fa na nuk e bëjmë atë dertin, na nuk kena maslahat. Na e shohim se çështja e tauhidit është maslahati më i madh me mësu njerëzve dhe domi më i madh i muslimanëve është me hesh para tagutit. Me hesht para tagutit. Dhe na nuk heshtim, nuk e kemi ndërmend për asnjë interes dunjas. Për asnjë me pas dash në interesin e dunjas, kish me shku fushata zgjedhore, kish me hina për parti politike dhe kish me kërku dunjan e tyne. Ata më na i bën neve kpucët prej ari, na nuk e pranojmë për tyne me thonë që janë burra të mirë. Derisa nuk ju kthejnë librit Allahut Azza wa Jall. Nuk ka çështje dunjallokut e cilën na ban neve me fol për një parti politike, kjo është e mirë ose është e keqe, ose kjo është lejohet ose kjo lejohet. Ne nuk bëjmë pazarllëke me dinin Allahut Azza wa Jall. Dini Allahut nuk shitet as nuk blehet, se kemi një jetë me bë pazarllëke me kërkan, as nuk kemi shkruajt e kemi fshef besimin ton se mos na ndodhë se ne emër dikujt tjetër që mendon dikush se na flasim e pastaj të këqijat presim i ratje tërkujnë.